أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Shkronjat kam fillu për më mësu pari me babin, pastaj kam vazhduar tek Hoxha Hajrullah Aliu, aty kam vazhdu për lidhjen e shkronja. Ajetet e para I kam mësuar tek mësuesi im, Hafuz Shabani. Ka qenë dashuria për ta mësuar fjalën e Allahut dhe për ta pasur një lidhje më të mirë me Kur'anin. Unë hifzin e kam filluar në moshën 11 vjeçare dhe kam përfunduar tashmë në moshën 16 vjeçare. Metoda me të cilën unë e kam mësuar Kur'anin është së pari kam mësuar 5 xhuzat e fundit, pastaj kam filluar prej surës Bakara, do të thonë kum shku me xhuza dhe tash jam duke përsëritur Kur'anin, mesatarisht I përsëriti ka 4-5 faqe në ditë. Prindërit mua kanë dërgu këto tek Hafuz Shabani për mësimin e Kuranit për menç. Unë kam filluar nga xhuzi Ame, kryesisht prej sureve të fundit. Unë së pari kam filluar me 2-3 rreshta minimumi dhe pastaj kum shku të avancu gjys faqe, pastaj 1 faqe, edhe maksimumi ka qenë kështu me radhë deri në 3 faqe. Sfidat kanë qenë lodhja, si dhe angazhimet në shkollë që u dashtëm për me përcaktu kohën kur mi bo detyrat e sene tjera. Po, një moment është, për shembull, kur kam filluar për me mësu pjesën e caktuar, e kom kry pjesën, kur kam shku tek Hafuzi me thonë, e kishta mësu pjesën gabim, e kom mësu një faqe ma përpara. Ajeti I preferuar është në surën Kaf, Inna alladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ky ajet flet rreth xhenetit. Janë ajetet para të surës Zilzalaha. Idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Jo, mu e familja nuk më ka munguar, sepse unë këto jetoj në Gjilan, edhe kam shpin afër, kështu që mazi e kum kry mësimin, ku mujt me shku në shpe. Është një përgjegjësi e madhe, sepse tash unë duhem të jem shembull për të tjerat.
Kurani në jetën time të përditshme është një qetësim shpirtëror kur lexoj Kur'an dhe gjithashtu më bën më të durueshëm. Është një sfidë e madhe sepse duhet përsëritur rregullisht dhe duhem të jem një shembull i mirë për të tjerët. Unë i këshilloj që të jem të durueshëm dhe gjatë sfidave të hifzit dhe të mos dorëzohen gjatë sfidave të hifzit dhe ta mësojnë Kur'anin me dashuri dhe me përkushtim.